ti në këtë rast, pra në momentin që në një dasëm ka, le të themi, atë që ne i themi harame, gjunahe, ti je justifikuar nëse nuk shkon. Përveç se nëse ty të ofrohet një vend i veçantë ku ti nuk përzihesh me haramin. Për shembull, dasma zhvillohet në katin e parë dhe ti qëndron në një suite në katin e dytë për shembull. Pra je i shkëputur. Ose prive që janë to. Në prive, po, se suite tash unë prive, po. Pra në momentin që ti je i shkëputur, këtu ka tolerancë, nuk ka problem, pra nuk je i përzier. Ama nëse ti duhet të jesh patjetër i përzier, atëherë në këtë rast ty fetarisht lejohet që mos përgjigjesh. Mirë, po na lën problemi tjetër që është problemi i keq kuptimit të tjerë. Mirë është që në këto lloj situatash ne të bëjmë një formë tjetër kombesimi, që do të thotë ne për shembull si veprojmë apo si duhet vepruar, shkojmë tek të afërmit tan para dasmës, shkojmë mbas dasmës. Pra ato qoka, si gjuhën popullore, i bëjmë dhuratat e gjitha, por nuk prezantojmë dot në dasëm, dhe unë besoj se ka mirë kuptim, sepse njerëzit fund e fare e dinë që ne falemi dhe lutemi, edhe e kanë këtë pjesë, pra e kanë atë pjesën e mirë kuptimit, Po mund të bëhet dhe diçka tjetër, mund të shkohet si fillim, të prezantohet, dhe pastaj me mirë kuptimin e tyre kërkohet ndjes, pra që mos duket se mungoi apo nuk ishte. Po në momentin që fillojnë pastaj ato alkooli, ato gjërat e tjera, atëherë me mirë kuptim, do të thonë shkëputet. Pra unë mendoj se nëse është dëshira e mirë dhe qëllimi i mirë, do të ketë mirë kuptim. Pra edhe ata do ta kuptojnë. Pastaj puna e raporteve të gjakut dhe farefisit është një punë që nuk zgjidhet ditën e dasmës së ndonjërit prej kushërive apo njërit prej gjakut. Domethënë ne kemi një raport që ata e dinë shumë mirë. Pra nëse ti si fetar, si një që falë, nuk i shkon dikujt ndasëm për shkak fesë, edhe ata e kuptojnë. Pra edhe ata ty të mirë kuptojnë se ti nuk e bën dot të gjën sepse nuk është çështja e lidhjeve të gjakut atë ditë funksionoi për herë të parë. Dhe ky ndoshta mund të jetë një problem i mangësisë tonë apo i mungesës tonë në jetën e farefisnisë dhe të gjakut, sepse nëse ne do të ishim vazhdimisht prezent, vazhdimisht kudo pra në gjakun tonë dhe në farefisin tonë, sjelljet tona fetare do të ishin për ata të mirë kuptuara. Në momentin që ka shumë shkëputje dhe largësi dhe vjen një dasëm dhe ti edhe nuk i shkon dasëm, këtu pastaj domethënë ka një lloj goditje, le të themi. Për këtë arsye, domethënë ne duhet të jemi shumë korrekt në lidhjet e gjakut, në raportet tona me farefisin dhe me gjakun ton, në mënyrë që nesër pas nesër, kur ne do të mbajmë një qëndrim fetar, mirë kuptohet dhe përkundrazi nuk ka asnjë lloj paragjykimi. Por kjo nuk na liron nga fakti që ne të bëjmë atë që quhet tradita. Pra tradita është kur ftohesh diku, duhet përgjigjesh me diçka. Dhe këtë ti mund ta bësh atë ditë mëngjes, këtë mund ta bësh një natë përpara, këtë mund ta bësh të nesërmen. E rëndësishme është të jesh korrekt edhe tek kjo pjesë.